është një prej shtëpive më interesante të Tiranës. Duket një prej të paktave mbetje të arkitekturës tipike të shekullit të 18 dhe të shekullit të 19 në Tiranë. Një arkitekturë në pamjet parosmane, por përfaqësuese tipike e arkitekturës qytetare, urbane, shqiptare në shekullin e 18 dhe 19. Deri në atë kohë, kryesisht Shqipëria ishte me shtëpi të cilat nuk kishin një strukturë të tillë, por në shekullin e 19, në fund shekullit 18, fillim shekullit 19, shtëpitë tiranase filluan ndërtohen, të familjeve të mëdha tiranase filluan të ndërtoheshin me një arkitekturë të veçantë për të përmbushur kërkesat tipike. Deri atëherë ishin shtëpitë prej qerpiçit, të cilat kishin vetëm një zjarr në mes vorbën, që ishin shumë të vjetra, gati me një formë jetese, po e quaj më shumë se sa 300-400 vjeçare të vjetër. Kjo është ndër shtëpitë e para Tiranës, por jo e para dhe njerë, por është një nga shtëpitë më mirë të mbijetuara. Shtëpia ka vitin 1837, po viti i vendosur mbi të nuk është i saktë. Themelet e shtëpisë, kati i parë i shtëpisë dhe në një gjendje më të vogël është ndërtuar në fund të shekullit të 18, rreth viteve 1700 nga një familje fisnike tiranase, dhe një familje e pasur tiranase. Në fillim të viteve 1800, ajo u mor nga familja Toptani, dhe rreth vitit 1856, insistoj rreth vitit 1856, ajo u rindërtua në formën aktuale, identike nga Adem Bey Toptani. Them në rreth vitit 1856, sepse Adem Bey Toptani ka lindur në 1828 dhe ajo martua me Qamile Alizotin, nga një prej familjeve shumë të fisme dhe të njohura të jugut të Shqipërisë. Adem Bey Toptani pati 4 fëmijë, 4 djemë dhe 2 vajza, por djemt janë ndër më të njohurit. Njëri ishte Abdi Bey Toptani, firmtar i aktit të pavarësisë Shqipërisë dhe ministri i parë i financave në qeverinë e Ismail Qemalit. I dyti ishte Masar Toptani, po ashtu një figurë e njohur në ditët e pavarësisë, Hamdi Toptani, po ashtu figurë e njohur në ditët e pavarësisë. Pra kishte 3 djemë dhe 1 vajzë. Kjo është shtëpia e ndërtuar nga Adem Beu rreth viteve 1856, mendohet. Shtëpia ka funksionuar duke pasur funksione nga më të çuditshme. Fillimisht ajo ka qenë rezidenca e familjes Toptani, ekzistojnë foto që tregojnë atë me një mobilim të shkëlqyer perëndimor. Shadrvani është i vendosur më pas. Mbasi shërbeu si rezidencë e familjes Toptani deri në vdekjen e Adem Pashës dhe djemve të tij, shtëpia në fillim të shekullit të 20 u kthye në bibliotekën e parë kombëtare shqiptare me Sotir Kolean. Pra ishte selia parë e bibliotekës kombëtare të Shqipërisë. Mbas vitit 1900, pra rreth vitit 1920-1922, rreth vitit 1922 deri në vitin 1931, ajo ishte selia e legacionit amerikan ose ambasada e parë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Prej vitit 1931 ajo u shit nga familja Toptani, një familje tjetër tiranase, funksionoi ende kryesisht si zyra dhe mbas viteve të komunizmit ka qenë Instituti i Monumenteve të Kulturës. Shtëpia ka strukturën e saj fillestare dhe është një gjë e rrallë. Është një nga të paktat shtëpi në Tiranë që kishte brenda hamam, pra banjo turke, dhe natyrisht pjesa kryesore ka qenë pusi. Në atë vend ku është ndërtuar Shadrvani ka qenë pusi i vjetër i shtëpisë. Shtëpia pastaj ka pësuar për shtati të ndryshme. Në vitet e fundit ka qenë lokal me emrin Sarajet, por aktualisht është shpronësuar nga shteti dhe pritet të marrë një funksion tjetër. Po hy në derë. Dera është restauruar në vitet e komunizmit, në vitet e monumenteve të kulturës, të paktën me sa mbaj mendun, gjithçka brenda është e prishur dhe e përshtatur për lokalit, cili prej vitesh nuk funksionon më. Kjo ishte pjesa e parë e shtëpisë. Nëse do shihni një foto origjinale, shtëpia për hyrë në katin e dytë ka pasur shkallë të jashtme, sepse kjo ishte pjesa ku qëndronin zairet, pra ku qëndronin kryesisht mbanin furnizime, të rrinin të tjerë, po edhe kjo pjesë, në fakt do shkojmë fillim sipër para se të zbresim poshtë, pothuajse nuk ka më asgjë. Shtëpia është shumë interesante. Është një, po i quaj, projekt i gjithi me dritë. Është një projekt me dritë sepse përmes shumë dritareve tipike të arkitekturës osmane që u përshtat dhe në Shqipëri, ti ke ndriçim natyral të përhershëm. Ky është hajati i madh, selamllëku i madh i shtëpisë. Nëse sheh filmimet e vjetra dallon, fotot e vjetra dallon që ndenja e shtëpisë ka qenë
e mbyllur, pra përmes dhomave, ky është selamllëku. Selamllëku ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dritare. Pra 7 dritare që qëndrojnë pjesën kryesore të selamllëkut, ka pjesën e dytë që po ashtu besoj i dedikohet selamllëkut, gjendja që nga keqe po besoj shteti do ndërhy, janë 6 dritare dhe një 7 që me siguri duhet jetë mbyllur më pas. Nuk besoj që kjo të ketë qenë, duhet ketë qenë gjithashtu dritare, ndërkohë që kjo është pjesa qendrore e shtëpisë. Këtu ishte pjesa ku bëheshin pritjet normale, pra ku qëndronte i zoti i shtëpisë, ndërsa kjo është pjesa e dytë që me gjas janë dhomat e gjumit. Edhe pse më bën përshtypje që në këtë zonë ka një xhak që nuk e di se sa origjinal duhet jetë, dyshemeja nuk është origjinale, pra është ky xhak këtu që mund të jetë ripunuar më pas, por rezulton të jetë xhak i një dhome gjumi, sepse xhakët e ndenjës ishin shumë më madhështor, edhe këtu janë 5 dritare dhe ka musandra që tregonin që ishin dhomat ku flinin. Pra në musandra kryesisht vendoseshin shtrojet e darkës, sepse zakonisht filozofia ishte që gjatë ditës qëndroi në për dhoma dhe po të njëjta dhoma shërbenin për fjetje më pas, ja dhe musandrat e tjera, që janë shumë të veçanta, nuk e di sa origjinale janë, kryesisht punoheshin nga mjeshtër dibran dhe krutan të drurit, edhe këtej në anën tjetër ka një simetri të numrit dritare, pra po t'i shohësh të dyja, ka të njëjtën simetri, tavani është i punuar, nuk di të them nëse ky është tavani origjinal, apo është ripunuar kur shtëpia ishte pjesë e Institutit Monumenteve të Kulturës. Ka qenë një nga shtëpitë e mëdha të Tiranës, po jo më e madhja, për arsye se shtëpia më e madhe e Tiranës ishte shtëpia që në fund të shekullit të 19 kishte Esat Pash Toptani. E dytë ishte shtëpia e Selim Pashës, e cila njihet sot si shtëpia e Libohove brenda Kalas, e gjithë këto ambiente kanë qenë po ashtu ambiente ndihmëse. Kjo duhet të qenë një tjetër, besoj, duhet jetë dritare, por mund të ketë qenë dhe musandër që është përshtatur më pas. Të gjitha ndërhyrjet e tjera janë ndërhyrje që nuk janë origjinale për të futur kondicionimin, për shembull po të shihni sipër, ndërkohë që gjëja më e veçantë e kësaj shtëpie është që ishte një nga shtëpitë e para të ndërtuara në Tiranë me hamam. Kjo është pjesa e dytë e shtëpisë, është simetrike me të parën, pra po të shihni kjo ka 4 dritare këtej dhe 7 dritare në anën përballë, dritaret shohin nga rruga, jo 7, po janë 8 dritare në anën përballë. Dritaret shohin nga një prej rrugëve më të dëndura të Tiranës, që mban për ironi emrin e pronarit të shtëpisë Abdi Bej Toptanit. Do të thënë dhe rruga mban emrin e djalit të Adem Beut, Abdi Toptanit, njërit prej patriotëve më të në zë të fillimit shekullit 20, dhe pjesa më interesante është që nëse ecën në këtë drejtim, dhe insistoj dhe një shifeni, këto janë ndërhyrjet në pasme për vendos kondicionerët, nëse hyn në këtë drejtim, dera është e re, është një paradhom, që është kjo këtu, që me gjas ka qenë paradhom është me 3 dritare, dhe këtu është banjo turke. Ishte një banjo turke brenda shtëpisë, shiheni, e gjitha me kupol dhe me kupa xhami sipër ose të hapura 5 për të ngjitur avulli dhe vendi për të ulur. Ishte një nga hamamet e brenda shtëpisë, shumë pak shtëpi në Tiranë kishin hamam brenda ose banjo turke që shërbente për pastrimin, pra për larjen, pjesa tjetër kryesisht laheshin me atë që ne quanim me kazan dhe kanoçe. Është një prej monumenteve shumë të rëndësishme të Tiranës, sepse sot mund të jetë jo vetëm një prej shtëpive më të vjetra, një prej, shtëpia më e vjetër është një tjetër, jo vetëm një prej shtëpive më të vjetra, po dhe një prej shtëpive me një arkitekturë tipike, karakteristike të shekullit të 19. Tani do t'ju çoj poshtë për të parë në për kaosin e krijuar pjesën e shtëpive e dhomave të shërbëtorëve dhe të pjesës tjetër të Zajres Madhe, pra qypave të vajit që vinin. Shkallët supozohet jenë origjinale pa këtë, kjo nuk është origjinale. Edhe shtëpia poshtë ka të njëjtën strukturë identike si shtëpia sipër, pra ka 2 anë të njëjta, por që janë, siç është këtu, është identik në anën tjetër. Nëse ecim në këtë drejtim, që ka qenë dikur kuzhina, shiheni,
Ky duhet këtë qenë frigoriferi që është përdorur, po, dhoma frigoriferike që është përdorur në atë kohë, dhe këtu dilet në obor ku janë shtëpit e shërbëtorëve. Të gjitha shtëpit që po shihni përballë, pra të gjitha dhomat, kanë qenë dhomat e shërbëtorëve dhe i ekipit që i shërbente Adembeut edhe familjarëve të tij, pra janë të gjitha dhoma që ishin ose për depozitim ose për të jetuar shërbëtorët, edhe kjo pjesa tjetër e shtëpisë. Abdibeu më pas ishte krijuesi një prej çetave të para patriotike që luftuan për pavarësinë e Shqipërisë dhe kulmoi me faktin që Hamit Beu, pra vllai i Abdiut dhe djali i ndërtuesit të shtëpisë, ishte njeriu që priti Ismail Qemalin Durrës në nëndor vitit 1912, ndërsa Abdibeu ishte ai që shoqëroi atë nga Durrësi në Vlorë, ku u bë firmtar i pavarësisë dhe ministri i financave i qeverisë parë shqiptare të Ismail Qemalit. Ende ruhen një dy pemë, po janë të viteve të komunizmit përpara. Kjo është fasada e njërës prej godinave më të bukura që Tirana ka, që shpresoj që mbas shpronësimit të mund të ruaj identitetin e saj dhe të jetë dëshmi e një, po quaj, momenti goxha të mirëqënd të zhvillimit Tiranës dhe njëkohësisht dëshmi e një emancipimi qytetar urban Tiranës që shpesher ne nuk kemi arritur ta dëshmojmë. Nga godina që shumë veta i njohin si Sarajen, por që është shtëpia Dembej Toplanit dhe që është ndërtuar diku në mes të shekullit të 19, mbi themelet e një shtëpie tjetër të shekullit të 18.